Kosova ime, shqiptar të mirë. Sot kemi përballë një njeri që historinë e çlirimit dhe të lirisë së Kosovës të ka shkruar me uniformë. Ndërsa atë të pavarësisë, e deri sot që po tenton ta mbrojë, po e bën me petkun e politikanit. Dhe në këto momente kur po zhvillohet kjo intervistë, janë momentet më të rënda institucionale të Kosovës. Në një kohë kur presidenca është me ushtrues të kurtit dhe kur aleancat e vjetra janë kthyer në armiqësi të hapura, flasim me zotrin Daud Haradinaj. E di që jo rrallë e shihni në studio klasike, por kjo intervistë ju garantoj se nuk do të jetë me zhurmën e panelistëve, por me qartësinë për shumë zhvillime. Zotri Haradinaj, mirë se erdhët në Kush ka të drejtë. Faleminderit shumë për ftesën. Me të pyet për zhvillimet e sotme, po të pyet për vitet e luftës, nuk më duket e drejtë. Më intereson, i përgjigj shpesh, po më intereson të di a i ndjen drejtërimat sot kur e menon generalin Daud Haradinaj në momentin kur e përball me 5 miljet të Serbisë. Jo, mendoj ata e nin më shumë, se kanë paguar çmimin edhe në shku në adresë gabueshëm, po është të vërtetë që ne jemi konë e para, nuk pajtona kur me njerë që tojnë jemi shku në luftë. Ne që jemi shku në luftë, na kemi luftu në shtëpia tona, në familje tona, në vendin tonë. Ata janë ardhur në luftë edhe e drejta e Zotit që tojnë me mbrojt familjen, me mbrojt pragun, me mbrojt rrethin, me mbrojt vendin tonë, edhe triumfoj. E menoj që me drejt sot na edhe një jemi krenar, edhe për atë ditë që ju përmeni, por besoj që njën krenar dhe shumë njerë që nga i moment u mobilizuan, u armatosën edhe unë mendoj që ajo ditë është edhe fillimi i fundit, që i kem thonë, të Jugoslavisë në Kosovë. Është vërtet që ajo ishte një datë pikërisht 3 javë mas jasharajve, por që në rastin e Glogjanit, kushdo që e kujton atë kohë, Serbia u kthy me turp. Pavarësisht domeve që na i shkaktoi, nuk e ka kalu letë. Ne kemi arrit me turpnu Serbinë Glogjan, ne kemi arrit me poshtnu një për ushtrive të treta në Evropë. Duke qenë që ke qenë i ri, po supozoj, atë kujtohet momenti, çush ke reflektuar në çat moment që e ke zgjedhë vendimin me u kundërpërgjigj e jo me vepru diçka tjetër, qoftë ajo edhe dorëzimi. Shpejt do von Arxhan, ne jemi kon me Rasim Selmonojn. Në atë kohë Rasimi ishte udhëheq që këtyre paralelizma, LDK-s në nivel komunal. Edhe bisedat janë konë kryesisht qysh me mujt në tash me përdorë revistën Zgjimi, sepse ishte një për revistave më aktuale, sidomos në rajonin tonë, bashkë me shumë burra që e punojshin, të netën e Patonin, e Qorrajn, e shumë emra tjerë, tash mos ju hinë Haka Ligeci, në plot tjerë që kanë punu. Tu i bisedu me to rrugës që me konë, dhe me thonë pak parë se me më rritë e shtëpia, ata e këshin shfrydzu rastin e këshin marrë një makinë civile, që na mos me mujt me identifiku. Edhe ajo makinë ishte një fshatari të rajonit atë, edhe makina një e kuj është. Po që është ma kryesorja se tash njerëzit shohin trafik dendun në kryeqytete, në për qytetet tjera të Kosovës, por në atë kohë si ke pa 10 makina në kretë deçanë, ose kur e shku në gjak kohë të u dash me prit me orë, në është da me pa trafik. Kështu që u deke kush janë. Edhe ata në fillim kanë fillu me na shanë gjuhën e tyne, edhe është të vërtet, a i ka gjujt i pare. Unë menova që më gjujt i në trup, edhe kërë mi da me Rasimin, me këmë tonë, Rasim, unë jo mi armatos nuk muj mu dorëzu. Tash po, që shpja bojmë, Rasimi ta e kom motrën, të Ganin Imonit, tash Safeti, nëna e Luan Imonit, dëshmorit, tha unë, ju thamë që më ka shkoj të motrën. Edhe ata u dajtën, më thonë 2-3 u nisën drejtim të emin, 2, nëse s'ka bëj ka Rasimi. Edhe normal ata veç fillu në gjujtët, njejtë edhe na, në këtë rast edhe unë, po familja ishte afër shtëpia, po ishte një problem se na kishim mjeshtër atë. Edhe isha ajo maqina që bën betonin, edhe si që duket ajo pak e ka pengu mi një krisma. Amranan shpesh Ramushe, Shkëllxeni, Bujari, Musvetoj, Skivjanit, Selini, emna shumë, plaku em edhe pse tash njerëz të majnë men Ilmin vetëm në mosh, po Ilmi janë atë kohë ishte një 53-4 vjeçar,
ishte përafërsisht 5 vjet më i madh se unë sot. Kështu që ishte i përdorshëm. Plus modra me Remja, domethënë edhe ajo ishte armatosur. Edhe kështu që unë e maj mend që masim u harxhu municioni meda një farë pozite jo bashkë lakmueshme kur kanë gjujt për shtëpie. Domethënë ndërtimin e tyre aty u boni hallakam, në kokame u lërim tyre. Më dha mundësia mu me rrinë shpejt. Edhe aty tani unë mendova që ai ishte me të vërtet një incident me ta. Nuk e detëm na që jemi të rrëthum. Kur ka fillu helikopteri, kur kanë fillu granatimet dhe ata kishin fillu pej mëngjesit me rrëthu fshatin. Para se mos dritë, po unë s'e kum ditë. Unë ndola në fshat, u ktheva në gjatë dërvishit, ja japa kur sa harroj, domethënë një parë me shku me blet do shpuza dhe do të pija, se do isha me bo odën e Basmajt, Smajl Aradinit, 7. Edhe ishte ditë pazarin dhe qanë ditë e ajte, unë i thash masi po shkon dhe qanë, a mundesh me mi blet do shpuza, thash edhe në ITP, kur nuk e harroj, kur ja kom dhonë 2000 marka në atë kohë, që jënë konë pa e vlerë. Edhe u ktheva qëtësi, gjithë shka u doke normale, u nalën shqitorët Islam Hasanit, plot fshatara të bash biseda, të kohës që ishin ato, gjithë shka ishte, që me thonë, jetë e përditshme. Dhe në një moment që u duk incident, pa jo si shkon incident, ata këshin fillu, si duke gjithë natën, tu i rrëthu fshatin edhe tu i avancu në drejtim shtëpisë. Hipotetikisht po themi, a kanë prit që keni mu dërzu? Edhe njëjtën kohë me të zonë si peng, që me i detyru, po themi, edhe pjesën tjetër të familjes Haradinaj mu dërzu edhe mes me ndodhë gjithë që ajo që ka ndodhur në 24 mars. Siç duket, ideja ty nuk kon, ose skenari ty nuk kon i jasharve. Se këta, domethënë, kanë përdor mos. Domethënë granatime masovike, bombardime pa numër, artilleria, domethënë kështu thuhet që edhe te jashart është përdor, domethënë makineri e madhe. Edhe dera nisa një herë, domethënë nuk ju kanë dhënë mundësi mi largu familjen, nuk ju kanë dhënë mundësi as dy luftimi barabart për shkak granatime, domethënë që imagjinoni tash me të rrëtu ushtria, me një lagje modeste, domethënë edhe kjo u kon ideja me arritet e na, po këtu me rritë është Ramushi, dorën zemër, edhe një rritë e ti bazë që mos i lejo me të rrëthu, mos i krijo korridorin e parë për shkakun e maj mend që sot kur ka thënë Ramushi, ma në korridorin drejtim fshatit. Pastaj derisa ju ardhen këto helikopterat bombardues, domethënë u vanun pak, siç duket një gjysore dhe ne na japi hapësinë mu mobilizu për s'dyti. Tani na rrethun shtëpinë, është vërtet, ishim situatë jo të lakmueshme se bashkëshortja e Shkëllxenit e kishte shqipdonin e vogël, nëse s'gaboj një vjet e pak, ishte 7 zonë me Luanin, me ushtarin tash që është, domethënë, pothuajse Luani veç 2 muaj më vonë ka lind. Ishte Vetoni, Antigona, ishin fëmijë, krejt fëmijë, Valbona, domethënë ishin problem. Nona jam, ata nuk dëshim as qysh mu organizu shpejt, vetëm e maj men Ramushin që u ka thonë nisë në një drejtim Shaptejt, që aty u met korridori. Domethënë kush do që një Guaxhanin Shaptejn, edhe ku e kem pas shtëpina, i bjen që ishte një drejtim. Edhe tani këta kanë vazhdu, domethënë janë sëru në Shaptej, pe Shaptejt të Lushajt, edhe tani kanë vazhdu pjesë tjera. Po ne nuk e kemi ditë që gjatë kësaj kohë kur po flason, këta kanë arrit me na i marr fëmijë në shkollë Guaxhani. Domethënë ishin dikon rreth 300-400 fëmijë në shkollë fillore në Guaxhani dhe këta senin e parë që e kishin bërë ishin shku e kishin rrethu shkollën, i kishin kendapu fëmijët. Edhe aty tani na fillum luftën u bora dikon pej mëngjesit ora 10 nëse s'gaboj prapërsisht, se tash në botë do vjet na desa mbretëm fshat na thyn shpina, ata hin mbrana me ato tenga me çapo diun. Kur shkoj me lyp gazmen me Medin, agronin e himen, unë e pataloj pushtë të Rasimin, nuk e gjeta pushkën. Edhe me Rasimin, e pës Rasimin, thash, e ku miloni pushkë not të jo të tesha. Thash, kush e ka marrë pushkën, tha e ka marrë hima. Tha dhe ju ka bashku gazmendit e agronit, si duket ata kanë vrapu shpejt me shku me unimu fëmijëve. Se është marrë informacioni që është rrethu shkolla. I kanë kendapu fëmijën e mësueste, krejt edhe aty tani, natyrisht, më thonë, ata i kanë zonë pozicionet më herët, edhe si duket pej distancë me snajper, kanë arrit me i ekzekutu. Më thonë, agroni edhe gazmendi janë vra pej distancë me snajper, ndërsa hima o plagos.
edhe me tonë drejtën unë e kom gjetë trupin e tij falënderit për Ram Limonit e baleve të Sniqit. Plaga ka qenë shumë e lehtë e himes. Më thoni plagë jo vdekje pruse. Por si duket ai është nisë në drejtimin e Jabllanicës, Karadoniqi edhe hemorragjia gjakderdhja e madhe, do të thonë mas një kohë edhe ka përfunduar tek te Radoniqi e kanë gjetë trupin e tij, i bjen që ai ka jetuar një kohë, derisa ka dhënë shpirt se nuk ka ditë me lidh komën, me sa nuk plagë. E kështu do një filloi lufta në fshat për s'dyti. Aty do një na u ndajtëm në për shtëpia, krijuam një farë pozita që ishte e favorshme për neve. Ata arritën me na në për shtëpia, për shkakun e moj men, në katë dytë jam konon, në katë parë kom pas ata larkofshin, pashtu të baba jam kishin pa arrit me hyp në katë dytë notë. Se na nuk e kem njoft mirë, do të thonë çysh funksionojnë shtëpiat e fshatarë. Për shembull, Islam Hasani e kish pas sodën për fundin me derë në rrugë. Ndërsa shitoria pjesën tjetër. Edhe unë kur ngjita shkallë dhe nodë tina me rasimin edhe me kujtimin një pashin e Jabllanicë, ata kishin pa hi nodë për fund në shitorë. Edhe unë pa e di, do të thonë kur s'drypi poshtë, me nxo pozicione me dhe, ku te esha nda, për s'dyti. E kështu dite mërzesht. Nuk e deshim që Ramushi i plagas. Ramushin e ka plagun një serb periodës Brahim Mustafës. Sa plagi ka pas në momentin kur nëse a jeni taku fillimisht, a jeni taku në qatë ditë? Ne jemi konë deri në ora 1 jemi konë bashkë, 12:30 Njerë jemi konë në shtëpinë Ismail Aradinit, i kemi da përgjithësitë, unë kom dalë me lyp djem, qysh e tash më herët. Ta ishin vendosë të shtëpia Shaq Qërimit një pjesë ishin vendosë të Zeq Mustafa, një pjesë të Gjafer Sadria, edhe Brahim Mustafa. Dy vllazën, pa ajo i shkon shtëpia e ndam në mes. Një shtëpi, për një vlla ka jetuar në gjysmën e shtëpisë, një vlla tjetër gjysmën e shtëpisë. Edhe plagu nuk e ka ditë që shkallët jashtë nuk komunikojnë me njëjtën shtëpi. Edhe ata serb janë gjitë në katë dytë, Ramushi të ju thonë kujdesni mos u ekspozoni se në të gjujt drejtëm t'juve. Edhe ai siç duket e ka jetuar që Ramushi s'pesh e mirë, sa aty u pak teme pak mjegull shkoj ka pak. U djekshin shtëpia dhe tash nuk jem të fol për një situatë e qitë një fli. Edhe ai ka arrit me bombardu, siç duket me një tromblon ose zoll, bombardon atë far banjon ku i shkoi Ramushi pe drejtarës banjës, edhe aty Ramushi i plagosët shumë rënd në kom edhe shumë rënd në dorë. Por unë e maj men kur fillun më nalë gjujtjet UÇK-s pe shtëpisë Shaqës. Por nuk e kom ditë që janë plagosur. Nuk ishim komunikim se na vargjun bateritë e radiolidhje. Me shkëllzenin më isha me fol pe drejtarës në drejtare, edhe Enverin, se Enveri shkëllzeni jam konë në shtëpinë e Gjaferit, Ilmia u konë me motrën edhe qikën e Zeq Mustafës në shtëpinë e Zeqës. Unë jam konë me rasimin edhe kujtimin, Ramushi u konë me bujarin. Ndërsa djem që janë konë fshatit, ka u rrëthu fshatit, kanë gjujt, për nuk ka pas shumë municiat. Do të me konë shumë i sinqert, Shahan Fatmiri, Sokoli, shumë për i këtyne djemve janë përgjigj me arë. Po tash po flasim kapacitetet e atëhershme janë konë shumë vogla. A unë isha i bom gati me armatos fshatit. Një farforme në agrabetën. A i bjen kjo që ju kanë ngugut shfaqja jote në Laush? Pa mask? Na kemi ditë. S'po thëmë që këta tjerë që ndarë me maska e më friksu, lavdi ju qovë se është edhe heroi i kumbit Ujgar Sniqi. Argjen do konë e mirë njohur situata. Do më thonë, mas pari kur flasim... Që timit kjartë për publikun. Ju keni qenë edhe ma herët i organizuar në ilegale. Absolut, me shumë ma herët. Edhe jem konë shumë herë në Drenicë, do thonë para daljes publike. Dalja publike është një prej detve që la u bo publike. Për ndryshë unë i kisha mesh, unë kum na e gjatë në Qareve, në Vojnik, në Laush, Prekaz, të Musa Saidi, ku kem najton, do të thonë shumica me mujën e Meregje, Syle, Gjevajrë, ton ka burra shkajnë konë atë po. Na jemi konë shumë të organizum në kuptimin e furnizimit në armateme dhe shtrirjes luftës. Kur jemi dalë publikisht, ajo u konë një prej mesazheve, qysh me thonë, globale. Që të budu më të bu një pyetje specifike? A u konë mesazh veç për Serbinë se nuk jau kemi frikën, a u konë dhe mesazh
Edhe për politikën, Prishtinë në atë botë që është zhvilluar për lidhje me rrjetin e Kosovës. Serbia e deke që na s'ja kem frikën. Edhe i kemi dho porosi që s'ja kem frikën se njerëzit nuk e përmenden 11 shtatorin e 97-s. Domethënë ndoshta edhe e kanë harruar, edhe këta që merren me atë ngjarje duhet me eksyr pak se aty është për shkak 11 shtator, 11 stacione policore në nivel të Kosovës Që janë sulmu në ora 11. 11. Domethënë porosia që i ka shku Serbisë, po kon nuk i punë me një fshat Ndrënic ose me një familje jashari, po ki punë në ton territorin e Kosovës. Domethënë nuk ka pas rajon Republikën e Kosovës që nuk janë sulmu stacionet policore. Do të thotë kjo ka si kundërpërgjigje kur e kanë sulmuar familjen e Jashari herën e Para se herën e parë në 90 kjo u kon familja e Jashari është pe vitesh e armatos, pe 90 vitës. Domethënë familja e Jashari edhe djemt rreth familjes Jashari, për shkak Vesel Selimi, miqja i Sulejman Selimit, nuk folet as për këtë njeri. Është gjallë, unë e kam taku pastaj në Tiranë, është njëri prej njerëzve që u plagu 90 vitën, anë për te këtu e ka marrë një plom, në rrethimin e parë të Jasharëve. Edhe thuhet legjendat, edhe si ka treguar edhe ai pak, se nuk flet shumë për rastin, ata disa burra në spitalin e Prishtinës, gjatë natës kanë arrit me tërheq nëpërmes çarshafa e kanë lidhur prej katërt në spital këtu, plagosën e kanë qit jashtë, e kanë marrë me makinë dhe e kanë depërtu në Gjermani. Tani pastaj ky tek 96-7 na jemi taku në Tiranë dhe ky u kthy prapë në luftë bashkë me tonë tjerë. Pra familja e Jashari u kon dy luftim me Serbinë. Qyshare. Plus Serbia ka pas bastisje, arrestime, dijet edhe për grupe tjera të armatosura që janë konë në Shqipni. Ndoshta nuk janë konë UÇK. Kemi të qartë, se shumë njerëz për shkak tash kanë qenë me thonë UÇK. Nuk ka rëndësia e konë i garma të UÇK-s. Për mua për shkak Yusuf Gërvalla është heroi i kombit me të gjitha meritat e veta, po nuk u konë UÇK. Se plot janë sfiduar me mua pse po thotë Daudi UÇK jo marru më vonë. Nuk po them unë. E vërteta është që UÇK ka filluar me marrë formë gjatë vitit 93-94. Grupe tjera të armatosura, që ka pas qeta Allapit për shkak, nuk pja hupi meritat. Pastaj është bën një organizim i përbashkët ku krejt këto trupat armatosa në ton territorin e Republikës Kosovës, për shembull në kon Brahim Axheu është në Zvicër, është i Koronicës. Ramushi Leoni me porosi i 5 Zvicër në shku në shtëpinë e tij, ai ka pas armatim. Ka pas armatim shpit pron 5 vite për me luftu, armatim tepër modern. Armatimin, fjala e fundit e armatimin Zvicër u kon shtëpinë e Brahim Axheut në Koronicë. Që e kanë prit një shkendi. Ajo u kon gjithmonë celula, për shkak që 100 vjet shqiptarët kanë pas përgatitje. Organizimi i përbashkët i UÇK-s është fillon dikon te viti 93 dhe vazhdon tani deri në përfundimin e luftës. Po kjo për shkak se unë nuk po du me hinë detale se unë nuk jam ndoshta dhe i thirrur. Po për pjesën saj përket Kosovës, për pjesën të Jashar, për shkak se unë jam kon vetë familjen Jashari me 10 herë. Unë flajt atë me javë. Jemi mundu me ju gjetë afër. Edhe rasti kur ka ndodhur i 5, 6, 7 marsit. Kush do që ka memore, le t'i merr mediat, le t'i shpleton sulmet që ka ndodhur duka gjën mbi saqet serbe. Marrëveshja e përbashkët po, nëse një familje shqiptare sulmohet, kudo që ka UÇK në pikat më të afërta, që ekzistojnë stacionet serbe ose post komanda që ju kanë thonë ushtarake, ku diun, duhet me sulmu. Domethënë mu shkep zjarri. Arsenali. Qysh ka ndodhur me 24 mars, muja, me cimen e Alin, kur e kanë sulmu Kievën. Sheni pamjet me 24 mars, Euronews i jep sulmin në Kiev. E sheni ditë të mbërdillin, 12 ditës, shkon zotnia, e blokon rrugën kryesor, aksin kryesor, Prishtinë-Pejë-Gjako, edhe sulmon stacionin më famkeq, cilat do t'i shohin rajonit, e sulmon Kievën. U ku ndihmë shumë e madhe për neve. Me sa të kuptova, ndoshta po të kishte ndodhur sipas kronologjisë çfarë e keni menduar ju, familja Radinaj, kish pas me konë organizim më genial po supozoj. A u konë që ditën 24 e marsit organizim, po themi, i mirë menduar, apo ju kanë rrahur si thuin në
në pavedije, edhe nuk keni mujt me materializu krejt agendën çush ju e keni menu që keni me ju kundërpërgjigj. Me tonë drejtën Ramushi ditë më herët u dalë në përfshat, i ka kthyer pozicionet. Po të pyes për shkak se ka interpretim, do thonë që mënyra që është bërë mbrojtja, mënyra që është bërë çaja rrëdhimit ka pak, do të thonë, një organizim të agjendës se çka ka menduar. Ka pas skenar dhe ka pas shembull. Shembull po se po, 20 ditë përpara po themi. E kemi shembullin e Jasharve. Pastaj Ramushi ka pas një përvojë pak më të avancuar, mos ta egzagjeroj tash, se po duhet të me fol shumë rreth përvojës tij ose përgatitjeve tina, po ai ka pas përvojë në tana dimensione, qoftë fizike, qoftë psikologjike, ushtarake, gjithashtu ai ka punu si çdo me përgatit vetëm pe vitit 91, kur dal jashtë. Edhe tani më vonë kem dëgju këto legjenda që ka marrë pjesë në për trajnime ushtarake në shtete të ndryshme, në për ushtrit më të avancuar botës, edhe i njeh shumë mirë strategjitë e dy luftimit, por si familje do të më ditë që na një vjet më herët ishte Leoni i Ram dëshmor, qafë mullar. Do të thonë bashkë me shumë shokë që ishte të jorë në Kosovë, nuk ishim na sekret për Serbinë. Por bindja jonë në konë që ma përpara do të sulmohet Jablanica. Për shkak të historikut, për shkak të pengesës së 93-s, Jablanica ka qenë zonë krye me Sadr Zenelin në shumë burra të fshatit, e kanë përnxon Slop Prashevicin me shumë trupa, e kanë qitë për fshatit dhe pe ati momenti, dej kur janë hi në gosht 98-s. Me 100 tenga, 200 tenga, Jablanica nuk e ka shkel më kom as ushtari, as polici serb. Me thonë, mas janë për gjake, janë vra burat mlaja, ka pas dy luftim, do me thonë e granadimit pa numër, ta se ju e një tasej zoni, ju e deni që shka qa. Do thonë, Jablanica u konë fortifikimi më i mirë që e ka pas unë që ka janë rajon. Dhe une e kom pas edhe geografikisht ma të zërshëm situatën, për shkak se ne s'kemi Malije, s'kemi Kodra, fshati Glogjan është shumë i rrafsht, i Rëzniqi, fshatrat për rrët, me thonë, plus pikat dominuese i ka pas Serbia, si Suka Babaloqit, Suka Biteshit, Suka Cermjanit. Por edhe për Biteshit më kujtohet si për më i ri, po gjithsesi më kujtohet që edhe për Biteshit në 24 mars nuk jo ndohë. Atu sa kanë mund. Aty e kishim pas ato artillerin, podin e kështojve, toni podin e kështojve fam keq për natë kohë, është fam mirë, se është bo vend turistik, po jonë mundu me çdo kusht, edhe unë e maj me në radiolide, si duket pak aty më rritë është edhe Rasimin. Rasimin kërë kanë kap këtë gjallë, natyrisht e tortura, kanë tentu edhe me ekzekutu, ato i tërgon ai vetë. E kjo ka thonë që janë 70 komandos të Shqipnis. Edhe aty ka fillu një panik, pastaj Serbia ka fillu shpejt një reorganizim, po janë konë shumë traumatizumëse. Do me thonë Kukama, Ulurima, kindapimin e fëmijëve do një që e bonë, popullatën që ju mundun me ardhme në i bosi si pengi gjallë, do me thonë me Nahim Rana me ta, pastaj qysh kanë arrit mësusat me javhek fëmijët policëve, paramilitare, militare shkadreshin në kona ta dhe qysh kanë arrit me që 2-3 mësuse, i kanë marrë fëmijën, i kanë qunë kish në Vosela, qysh i kanë prit në Vosela, pastaj me prifta, qysh ju ka dalë prifta, pa lega mundet me folë ma shumë për këtë pjesë, Lumja, mësusja, SFD-ja, tjerë që në kona aty mund me folë për këtë detalë, po qysh ju ka thot prifti, pa më vra mu, s'keni me i prejk fëmin. Qysh i kanë ushqyje, qysh s'ka rrit as një polis me i prejk me dore. Këtë kjo është një histori që kërkon ndoshta me ja me folë. Por, ky momenti kur u thy Serbia në Glogjan, atna, dhe kur arrita me takura mushën me plak trona, dhe me thonë kishte situatë që edhe humble, dijen e pavarësisht që ishte i fort fizikisht, po i kisha 8-9 orë, gjak derë dhe pa arrit as një sanim. Ne kishte dorën nën për te i komen dikun 12 vena që i kishin shpu, ishte tepër edhe pse i përgatitën fizikisht, me shumë vështërsi arrita me dalë dhe në arat Gërgocit, ku takum toni me ndimin që ishin arë bashkëluftar tjerë me në animu dhe ju thash që na e kryim për sot, një farë forme, edhe gëzim e madhe është se na nuk e humbëm kur një. Bindja janë ishte se domi maj madhe që na u shkaktu, është plagosja e Ramushit. Në anën tjetër kishte dome pa numërta. Tash ka fillu Serbia vetë për i nxjerr informata. Mas, do me thonë të mesëm, mas jemi shku një Jablani që ministru e kem pushu e erdhen mjek. Falënderit për tyne, për Drenice, për Gërgoce, Nimone, do me thonë shumë njerëz.
arritën me e kthyra mushin jetë. Edhe këtë pështoj një farforme. Që me thonë lindi për zdyti. Se një farforme në një pjesë veç fillu mu dërzu, se plak të mdhaja, gjakderdhja madhe, mundësia e mjekësis në kohë, po flasim shumë e kufizum, po a i pështoj. Edhe në erë lajmi që po vra Gazmendi, Agroni edhe Hima. A Bujari, baba i Hims, Rasimi, ishme neve, edhe tash unë jam kthy prap të një fshat. Jam kthy natën me shumë djem, me emna shumë vaj të Ai historisë. kthy me idenë mu përballën edhe një herë me ta. Jam kthy me luftu, jam kthy me hap shtabin, jam kthy me bo gati, janë një dasmë si thojnë. Edhe kur jam një fshat, natyrisht do të thonë do me u dek. Larg qoftë, po supozojmë. Zotëri Radin Ramushi ka qenë po thoni që i plagosur as rond sa nuk e keni besuar që mundet më rikthy në jetë. Larg qoftë, po themi, po të mos jetonte. A kish pas me kon vullneti i njëjt i familjes Radin në atë parë, po edhe të tjerëve për me vazhdu tutje? Përgjigje milionë që thojnë e zashme me ditë, nuk muj me parashiku. Nënaj që po që se të këshim hup në qatë betej, mundësia e mobilizimin do ka gjenë në konë -0. Pakten për brez. Se gjithmonë në thash ka pasë do të ketë gjithmonë patriot. Por triumfi asaj dite. Kryoj një vetë besim do ka gjenë që të nuk ka fjalë që e gjonë që më e shpjegon që shu konë situata kur thash që më kthy në fshat edhe më shku në familjen e Ysetçancën, në Moçancë, më shprej ngushëllimi. Më shku vetë i 5 në uniform, 11 ditës, ju këm ranë zgabem është të vërtet. I armatos dhe në dham, i bom gati për dasmen, kur këm hi, une këm pas një ide që mos me njoft atjerë të unë hi deklarona, se ma isha eme një njoft, s'kisha ma qam shef aty. Absolutisht. Edhe kërë mi në odë, shfarë për kraj, shfarë respekt, sa njeri, sa kiameti, sa këmija, mësu, sa shkolla. Ka pike në ata njerëzën nuk e di, veç që di që kërë i kun shprej ngushëllime, normal, i kem thora do labdi qysh, 2 brani, procedura, 2-3 fjallë, për djemde, për gjëtë, kërë ndalë jashtë në barë, numër marament. Armë, mos në alën e gjohë, në armë, keni armë, ku me gjithë armë. Dhe me thonë, fitoria 2 ditë, ose 3 ditë më herët, e 24, e mobilizoj krejt Dugaxhini. Edhe u dëshmu se po muj kemi kthy Serbin mas. Po muj, edhe ata po i merr nga plumi, edhe ata po që të kanë gjak. Se u kon kriju përshtypja që me 2000 lec me na i torturu neve një komunë. Në shku njerët me marrë me jashtë dryp, grunë Petr aktorët me ja marrë në qendër Glogjanit, që e kum pa me sytë mi. E kum pa kërë kanë reja nëzi drizin të hinë do bravo. Po lecë, për vjelu në deshto, a i të kosit i shkreti, pika e zhegit, ja kanë bo paja që ka, u dashke Januzi mi qitë kryt mitel dhe mi ahi këta, pse nuk na përshëndet e sërbesht. Për vjelu në ata si frajera, unë po i rina vak, po flasë, nështë ta 91-2, po kone vetë mja shqitore që na që i ke plaku me ble në qendër të katonit, harë shpis që u kone atë. Se që nga përdojnë me thonë që në të kuajnë i konë që nazist, natën i 2? Ja, ma vonë, natë të tretën i ka ra që jem... Pe kurin i buqim nazist, si pas legjendave, vini kun edhe ilegalist. A kun e letë që kjo, edhe ilegalist, edhe me banka shkolluar? Une, me të ndrejtën në zanë si mirë, jem konë edhe tash pa modesti, nështë apo, nësish familje ke mësu të në shkollë. E di mësu sa tanë që janë gjallë. Konfirmon edhe baba jam. Edhe jemi konë mitë edukum, se qashtu jemi rritë. Disciplin, edukat, me mësu, ke mësu, punëtore jemi konë, nuk ju kem përzi kur kuj në të lashe. Po, e vërtet është që unë i kum pas kratë djatë profesor. Edhe shok të shkollës, jo rastësisht, jo, të puna, s'ki që shenë klasë me arme, mës mi ditë shoqet e profesorat. Po atë ne dhe i grim era barutit. Edhe ta është kjo vlenë për opinionin, jo për ty, se ti i vendit aty, bashkë bile i rëzniqit kur kom kry shkollën.
Vetëm në klasë teme i kam 12 dëshmorë. Vetëm në gjimnazin tani kemi 16 profesor, dëshmorë e raj. Pe ma Gjon Malës, ndërumit që gjithmonë duhet mu përull për atë emën të madhë të kohës, ma Gjon Qekaj, po na e në mësumi thonë ma Gjon Mala, profesorit mbrojtjes, na i kemi 16 profesor dëshmorë. Në krejt shkollë, Tirzniqit, gjimnazista që jënë konë brezit ta, jënë gati 70 dëshmorë. Kjo i bjenë që krejt që ta jënë konë ashme mu. Veç në rëthana kur jënë kryu kushtet, se s'kanë pasur po. Krejt atjerë që jënë konë rrët meje, Veti soti ke qenë? me Alberte, me Laurete, me Muhammed, me Binake, bashke me Lore, me tonë këta që jënë konë aty, këta ma shumë i kanë rujtë armet e mija, ta se sa unë jë marrë me atë punë, që unë ka pak jëmë konë sportist, i kësha që jëmë e lujtë dhe unë, se i rjëmë konë. Sarë jëmë hinë fush, ta kanë marrë qontën, unë këmë pas një tip qontë Adidase, vogël sportive, ku e lejsha kanë qenë një farë pushke, uzi, i theshin Izraelit, push moderne e kohës, po nuk e mujtë me majtë më shef në brez, pistoletën, këta janë marrë me qontën, unë jëmë i këmë lujtë. Qashtu Agimi, Leoni, Orhani, tonë këta të Glogjanit, pa emna, se kretë tash janë dëshmorë, mos klasim Gazmendi që u koni mobilizuar shumë herët e Bojara, Agrane. Nuk e di cili nuk u koni njo. Veti soti ke qenë, po themi, me numër të saktë se nuk kanë mujtë me ndru statistikat e numërve, veti soti ke qenë derisa janë kriju kushtet për mu mobilizu që ajo gjenerat e trive. Ne ilegale s'ka ke qenë. Nuk ka pas shumë. Nuk ka pas shumë. Nuk o marrë me... Shumën e keni pas të madhe, tash numër e keni... Nuk o marrë me pranu të vërtet. Unë e kom pas Bojarën Gazmendin, Agronin, që në konë... Për shkak të besueshmërisë, po themi, apo për shkak të... Situata u konë qësisori... Mes me ekspozu familjet me... Absolut, situata u konë Muhamedi Ngramaçel, edhe natyrisht u konë Alea Gjosa, profesori gjuhës angleze, në prokullok, që u konë mirë Zejnajt në përshpia kanë ditë dhe kanë pas dëshka, pastaj vishajt, paskajt në Kodrali, individ saktum, veç kem pa fillu me i kontaktu, edhe një të regu që i përshau kemi armë, Ram një moni Glogjanit, shpe ka pas push, me të një mund, djem të Alil Cams. Do të në konë pikat të agent grupet sylqet, me të sylqet më konë, sa ta janë afer neve. Edhe djetë botnisht që aty u konë një familje periferi, dhe me thonë shpija tana, u konë pjesë e Dubravës, një fshatit tjetër, po jënë konë Alazeza Serba Shkadion, nuk jënë konë burat mirë, dhe me thonë të kohës, i kanë shërbi Miloševiqit, ata i kanë shërbi Kauzat, vetan atanës, edhe të një u konë një Suf Dervishi, tash me Begin, qendër të Katoni, për shatë, të armatar, kumë pa fillu në mahal Bregit, ka pak me prek që i thojnë, edhe po me shumë kujdes. Pa i ekspozu me shumë se u konë problematik në koha kur ti ke pas me rreziku të madhat vogël, edhe mundësia për me shkuti me mbrojt. U konë e vogël që në natë vakë për shavën e jakum njës me 2-3 push, 3-4 push, kur ka ardhër Ramushi me kontingentin e matë armatimit, që u ardhë nëse s'ga baj dhe me thonë Ramushi, u ardhë mas datës 3 mars ku vraj i famshmi eroj i Serbisë. Nëse s'ka vaj për datë, lërë koftë atje, kur u bo, dhe me thonë UÇK janë, po flasin kënë 2 UÇK, jo 2 në kuptimin botë kuptim, po UÇK ka Deçani, masaksisht me Glogjan dhe UÇK në Dushkaj, masaksisht një Jablanic, unë kum pas të një armë për mjë dho njerë. Shavën jënë kënë një markalasht se edhe ata nuk folën e ju im në hak, markalasht e Vranicit. I kanë 4 dëshmorë, edhe mas familjes Haradinaj, familjet e para që jënë sulmu është Dalushi, që i dojmë komandant Mala në Klin, një fshat periferit Klinës, jënë rrëthu me skenar njëjtë si kurse Glogjani. Dhe është familja e Markalashme, që kanë rezistu dhe jënë vrat 2 burra aty. Në tonë 2 dëshmorë. Ma vonë ju kanë vrat 2 vllaznit, 2 djemë të Batzef, vllazët e Gleshit e Tomës, kushin njek ta vllazën, duhet të venit, që jënë konë djemë hakekat. Pastaj jënë konë familja me të një mënëve të Gërgoci, komandant Tigrit. Ata kushin një pej Goljotokit, e dera në çlirimin e Kosovës, jënë konë konaki rezistencë. E di që po gaboj që po foli me emra, se ko me harrunën jo, po do të me mirë kuptu se në bodo vjetë.
Po, shumë mirë për thuni ka general, pas këto duhet njerëz. më marrë historia, me të vërtetë duhet më marrë historia me familjet, edhe me datat, edhe me ngjarjet që janë shënu, se nuk janë të vogla edhe nuk janë Pastaj harrohemi përmend profesor, që e kanë ditë që jo mirë me ato gjithmonë. Pastaj, për shembull, edhe kjo është ndoshta e re për opinionin publik, po Alia Gjosa, Kazmen Mehmeti dhe Shkëllxhen Haradinaj, mas vrasjes Leonit, e kanë nxjerrë prej Kosovë Hashimin, Kadrin dhe shokë tjerë. Pe shtëpisë teme, dhe unë kum shku në Prokullok, jam taku me ta, i kum qitë dej mi pazar të Deçanit i thëshin, edhe pe aty, me Rruga detë me natë, aty ka pas të djemë tjerë që jënë konë, por nëse zgaboj, dhe më thonë, ajo konë momenti që unë e kum taku për herë të funit Hashimin parë se me fillu lufta. Edhe Kadrin, shpitame. kanë qenë vitet. Këtë duhet jetë, dhe më thonë, 97-a, se është vrasja Leonit, veç kishë ndodhë. Do. Më thonë, është mes 97-ës dhe 98-ës. E di që ju konë Ftof. Ramushi rastësisht Ka fillu Ramushi me ardhë, por Ramushi ka ardhë me grupe tjera. okay. Ramushi ka ardhë në Kosovë me Qerim Kelmendin, me Ilir Konoshevqin, me Adrian Krasniqin, me shumë emra tjerë që prapë për ju hinë se nuk do të me folë Po me duhet emra. këtë njerë të 24 morsi, tjerë. po jo të 24 morsi. A çush është sjell stacioni i milicisë njerëzish? Mas çasaj ngjarje. Jo, nuk ka pas mos stacion. Domethënë, Po them, a kanë provu dyqysh me provu me i bin pjesën tjetër të popullatës. Burrat e kohës. Është një rast i izoluar edhe ku diunë. Thuhet që burrat e kohës, sidomos ata që kanë shërbyne për spitale, në Peje në Gjakovë, thonë që domethënë nuk kanë kaos në të palën andaj. Ullurime, piskame, helikoptera të bajt plagosën e të ulluritet të kukate, të ju kap në vetin, a kini rajt, a kini thonë vesh një familja, të ishin komandosa, qka po digjone, dhe thonë një farë paniku, shumë i madhë në palën tjetër. Ditën kërë më shku unë me pa, në Lloxhan, që i bjen 3 det mas 24 marsit, edhe ditën që unë i ndalë publikisht, tash për sa të njerë publikisht, se s'po digjur me thonë, dhe i kum përnda disa pushk në përfshat, unë e kum mendu që pe bëj katumin të është gatshëm për luft, me shtavullnetar që u lajmëru, që ishin numër gjigant. Edhe kur vinë më thojnë stacioni policisë, njerëzniq, nuk ka njerëz, jonik, pe njerëzniqit s'ka mo polici njerëzniq. Se legjenda thonë që kanë provu me komuniku me njerëzniqin me lypaqe. I kanë leja një farë qysh me thonë një farë pajtimja, që me i thonë. Për shtaf do ashtë me thonë, a kanë dërgu sinjal eventualisht të dikush Lloxhan që me idenë që i dëgjon ju? Merit historike është njerëzniqit. E lumardhët, 2 ratisheve, kontralis, pozharit, dhe në Prokullok, që as dakim s'ju kanë shku. Pesh, ata janë shku me një kafe, një delegacion i ty në ku shukon për ushtrisë, policisë, se në atë vakt poskomanda e shkive u konë Peja, rajonal. A brigadat e kanë pasë në Gjakovë dhe në Pej, s'ju ka shku. Kur dakim, një 2 katonarë që kanë mërimi i kontaktu, ju kanë thonë, s'keni shka përni me neve, qyqa i botë, familjes, shka ju kanë bohë, apo dhe që shto, një varë forme ju kanë thonë esë për i kurit, edhe kretë që ata që ju kanë thonë që shto, mas 1 javë, 2 javë, tonë ju konë ushtarë të uqës. Se unë më rejna vishtoni me Shkëllxhenin e Burra, se Toni Emici, erdi Dresbala, erdhen plot emra tjerë që na u bashkun Cima, Rametlia, Tashe, plot emra, Bedreshala, Pedrenice, i kum pas me djetra, Driton Zeneli, që edhe ajës përmenet shumë o konë i djallë, Gjigandi Jablanici, një ish oficer i Jugoslavisë, me përvojë shumë mirë ushtarake, Toni ishte pe i Kroacie, mbluk me Micin, dhe thonë e njofë perfekt që është funksionon Jugoslavia dhe ushtëria aty, për shana i arretën për shana për shumë pak det. Territori janë nuk konë pej daljes Deçanit dhe i njëre Gjakovës pa Sërbi. Në krejt ato fshatra janë konë të lira, asë ka guzu sërë më doga nej, krejt shka ka pas i madhe i vogël popullat që nuk u konë hiq që di për mu. I kanë zerë arme që ishin pas pej luftës 2 botërore, ma nëzera në vërshpia, push, lovaqka, edhe të ne, kur shkoj Ramushi, me hek ato thashme që ju thojmë në pjesë e granata, atë qa u kona ja. Ramushi u këthuj të ne me rrët 300, me i kontingent shumë madhë.
Edhe fati mirë ka se kalon mirë rrugën, domethënë nuk rana as brit ashtu. Edhe natyrisht u mobilizu Reka Keqe, Smolica me rajone tjera, u mobilizu fshatat. Edhe jemi të qartë, domethënë për ndoshta për 3 javë më vonë kemi arritur mi pas me mija njerëz të armatos. Kjo ishte pjesa e parë dhe nëse menduat se gjithçka u tha, gabon. Këtë diel tregimi vazhdon aty ku guximi takohet me të vërtetën e zhveshur. Daud Haradinaj hap arkiven e heshtjes edhe me tutje. Çka ndodhi realisht brenda kullës së Haradinajve në takimin e madh AK-Levenisma, pra pas skenat e një marrëveshje që s'u bë kurrë. Sekreti i Hagës. Kush e ftoi në takim sekret dhe në çfarë gjuhë i folën kur propozoi zhvojën e gjykatës speciale dhe goditja për hipokrizinë. Si u shndrua flamuri kombëtar, simboli i propagandës së LVV-s. E vërteta për AK-n, pse refuzoi të zëvendësonte Ramushin në krye të partisë? A është Ardian Gjini kryetar real apo vetëm emër për të kaluar stuhin? Daud Haradinaj pa filtra këtë diell në episodin e dytë nga ora 25.